Kohën e Abasive, në fillim shtetit, formimit shtetit Abasi, sepse kështu ka shkuaj zinxhiri i khalifeve, Ebu Bekri, 2 vjet e disa muaj, Omeri radiallahu anhu 10 vjet e disa muaj, Othmani radiallahu anhu afër 13 vjet ka qenë khalife, Aliu radiallahu anhu afër 6 vite, pastaj vjen Hasani 5-6 muaj, Hasani nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atëherë kanë lind disa fitne, disa probleme, edhe Hasani është tërheq nga khilafeti. Pse është tërheq? Sepse pejgamberi sa më thot, ka më ra inne ibni sayyidun. Thot, me të vërtet djali im ka lutu te nipi vet, se për pejgamberin sa më kon djalë, edhe nipi, djali djalit o djalë. Thot, është zotëri, sepse ka më ra i shkak dhe sebeb ka mi bashku 2 ushtri islame dhe ajo është tërheq që me shku situata më mirë. Se ka pas mundësi me ndodh fitne, fesat, me uvra musliman dhe më dhe, sikur që tash është duke ndodh në Egjipte, është duke ndodh Siri, është duke ndodh në Irak, është duke ndodh në Libi e kështu me radhë. Pastaj shteti e me vi, në krije me Muawiya ibn Abi Sufjanin 90 vjet deri në 100 vjet. Pastaj fillon formimi i shtetit Abasi. Mirë po me vitet kryeqytetet e kanë pas Damask. Kryeqytetet e kanë pas Damask, ndërsa Abasitët e kanë pushtuar. Ti themi tash lirin pushtim Damaskun dhe Abdullah ibn Ali, xhaxhai ose minxha e khalifës së parë të shtetit Abasi, Ebul Abbas as-Saffah, kështu e ka pas emrin. Ai kur e ka shtiru ose e ka pushtu Damaskun, tash por e me vitet o pushtim, se më kanë marrë shtetin e kanë bërë shtet tjetër. Po për ne ta themi çlirim, ka qenë shumë i rrept edhe shumë i padrejt, ka vrarë shumë njerëz, thuhet në histori mbi 30.000 veti ka vrarë Damas musliman. Edhe ka thonë, ka dikush që nuk më frigohet mua. Ato i ka thonë, jo kretë frigohemi, për posin një njeri është alim, Emir al-Mu'minin fil hadith, do më thonë, prije si besimtarëve në hadith, në tubimin e hadithit që nga Islam, e ka emrin Auza'i, hafidhahullah, ose rahimahullah tash. Dhe Abdullah ibn Aliu jep urdhër me shku me e thirë. Auza'i të regon dhe thot ai që ka orë të dera, kur më ka thonë të ka thirë Abdullah ibn Ali, thot vallahi, thot une, jam ngrin nga frika. Mirë po thot, duke pas parasysh që Allah mbi atë, ja nisa me mendu pozitivisht mirë. Sigur tash me thirë njeriu më i keq në botë. Njeriu më i padrejt në botë. Me të thirë për një me frikët njëri. Ai nuk të vetë shumë mohabet, të likvidon, nuk li puna. Në o puna, pse me ndodhë me padrejtësi, se në qëfësi i kam fajt, s'prish punë. Qka bjellën, do të korin. Thot, kur dola para Abdullah ibn Aliut, a i thot, 2 pyetje mi bani. Pyetjen e parë, tha, qka me ndonë ti për gjakderdhen që e kemi bani këtu në Damask? Auza'i thot, la jehil ka thonë, thot, unë s'mendoj asë gjonë për pos atë që e ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam dhe thot, ka thonë Muhammedi aleyhi sallam, la jehillu demu mri'in muslimin illa min thelath. Nuk lejohet muslimani me e marrë gjakën muslimanit për posën 3 munira. Ose në 3 raste. E para e thejjibu zani, a i cili është i martuar dhe on zinagji, edhe vërtetohet me dëshmitar. Jo une të kum pa, tim ki pa. Këto ma abete ja. Do më thonë vërtetohet me dëshmitar. Me 4 dëshmitar vërtetohet, atëherë ai atë e vret shteti islam. Jo ne, se cili me marrë shëriatin dorë. Njoni ki haram, ki halal. Njoni ki o qafir, jo ki munafik. Jo ki mdukët, as qafir, as munafik. Ndërmet, mit nur e ki lant, as atje, as atje. Dhe më thonë, shëriatin nuk mund me marrë dorë të tona. As halalin, as haramin. As ai që është qafir, as ai që s'o qafir. Ato pun, jalom Zotit. Pastaj thot, ai i cili mundohet me përqa gjematin. Ai i cili bën fitne brenda muslimanëve.
ose e ka lanë fen, nëse e ka lanë fen, tash mundohet edhe tjertë mi bon ka veti. Edhe ai cili e lën namazin. Ai cili e lën namazin. E tash puna është shumë interesante kur ne këtë punën në namazit me lanë me s'me lanë. Nuk po du me hinë këtë temë, se është shumë temë që duhet me shtjellu këtë punën në namazit, e ka lanë, se ka lanë, me qef e ka lanë, pa qef, kështë më rafë. Mirë po si dhe qoftë, Euzai e ka thonë këtë përgjigje, ka thonë ti, në qëfësi i ke vrarë këta njerëzit, pse këtë gabime kanë bo, haki. Mirë po në qëfësi i ke vrarë ndryshe, dhe më thonë, dënohë është Allah subhanahu wa taala. Thot, çka mendon për pasurinë që e kemi fitune? Thot, në qëfëse e ke halal, fa in kane halal, fa hisab, ki me thonë logari, wa in kane haram, fa iqab. Në qëfëse a ndaluar, e ke fitu në rrugë të ndaluara, atëherë do të dënohësh. Se cili prej nesh, do të me e ditë, si e fiton pasurin, edhe ku e hargjan pasurin. Se ma letë, se me fitu, se edhe me haram, nuk o letë me fitu. Se njerëzit mundohen të që ditë. Me fitu me haram, mirë po pastaj kur të binë, qajnë e pendohen ama vanësht. Ma mirë, duhet me qenë i knaqur se cili ma atë që ja ka dhonë Allahu subhanahu wa taala. Allahu e din se sa më jep mu dhe sa t'jep ti. Në vëdhën këtë aspekt, atëherë Abdullah ibn Ali urdhëron që Euzait mi adhonin e qeset vogël me lira të atëhershme, pare të atëhershme, dhe ki nuk donë mi marë. Mirë po njëri prej ministrave i afrot i thot, meri se ki vetëm mundohet me gjetë sebeb me të prej, min herë. A di veç mundohet ai një gabim të bashkëti edhe klik fiton, tha i mora ato pare dhe ja u shpërdava ushtrisë. Abdullah ibn Aliut, dhe dashni me të regu që paret nuk janë asgjë sa respekti, sa drejtësia. Sepse ti nëse më jep sa të dush pare me pa drejtësi, unë e di që ti ki fitu me haram. Edhe se të herë që kur të harxhet pare, unë kam me mendu se a ka me pas dobi, ishe me fëmijt mi shkollu me pare haram. Edhe pastaj, o gjë zbahan, po zbahan me vla, qka me zbahan? Para nërë i ki nisë të këshirë film. Edhe si ki nisë me bismillah fëmijt, i ki nisë të këshirë film. Të këshirë futbol, dha, qka dha? Dhe më thonë e nisë pa bismillah, e edukan me pa bismillah, me ku e djune, një edukat kinezo, japonezo, gjermano, e ke përzi, e ke bon lamsh, edhe edukimin e ke bon, edhe ta më mire ka arko, tash ne frigojme me thonë, duhet mi eduku fëmijët e thonë në frimën islamit, se thonë, ytja, po do djalin me bo terrorista. Jo, s'po du me bo djalin terrorista, s'po du me bo edhe sikur ti që me ndonet. Ma ketë se mi pa njerëzit, në vend se me pas fëmijë për dorë ato me qene, me maca, me leprije, me anakonda, me gjatë, me lloj kafshë. Ma mirë se me flet njëri me fëmijët e vetë. Përsa, po i thot njësoj të una, me fëmija me qenë njësoj ato. Jo, të ne nuk ka njësoj. Du më thonë të ne nuk ka njësoj. Se i përket kësaj punës e riskut, në kohën e Musës a.s. duke ecë Musa a.s. e ka pa një njeri imbuluar me lloç, me dhej. Edhe Musa a.s. është dali ka thonë, çka e duke pun ti? Vallai thot unë s'kam nori math jam, s'kam tesha. E mos më shohin njerëzit nga turpi, nga mari janë mbulu. Janë mbulu me dhej, në tokë. Po thot, a ka mundsi ja Musa ti si pejgamber me lut Zotin, me mashtu pasurinë pa. Musa sa me lut Zotin edhe Allahu jep pasurinë atij. Jep mundësinë me pas. Pas disa javëve, muajve, duke ecë Musa sa me shef një turp njerëzive duke vrapu pas dikujt. Edhe thot Musa sa, çka është puna? Thot vallai filanin e kemi kap duke bën gjunave, duke vjethe, duke bën padrejti. Kur e shef ai i cili ka qenë fukara, thot, për çat nuk ban mu përzin punë Zotit. Se Allah e din kujt jep dhe kujt s'jep. Se dikujt mi ia dhon, mi njerin gjuna. Po dhe mi ia dhon dikujt pasurinë, mi njerin.
Ama ne nuk e dim. E ke pa njerë, o Allah, mi jep 100 milion euro, çka kemi ba? 100 milion, të zdimi, i nis, $2.000 me një gjyrë, 1.800, aj, harova. Hajde pra. Kënë 100.000 se në mri. So ato që kanë, ato ja din, ato e ka pas babën plak pasanike, babën e vete, aty rejnin. Mu me dhonë $100.000 në rastike, maj natën, në hitëm se gjumë, se pëspo me vjetë dikush. Në mërë dikush, se si aty rejnin. Po vëllaj, në kjo ka rejnë, sepse njerëzit kur pa prit mas babën pasanike, o problem. O problem se ai nuk ka dale dhe nis me dale me pa. Ta është njëri unë epshi, ndonjëherë nëse imani i dobët, atër epshi ta kalon. A nëse imanin e ketë fort, epshin e sundan.